Sot 5 maj shënohet si një datë e rëndësishme historike për shqiptarët, dita e dëshmorëve të kombit. Kjo ditë përkujton të gjithë ata që ranë për lirinë e atheut. Kjo ditë është e njohur me disa emra të ndryshëm, pasi që disa e quajnë si dita e heronjeve kombëtar ose dita e martirëve. Megjithatë ne e quajmë dita e dëshmorëve të atheut. Dhe pasi që Republika e Kosovës e përshtati këtë ditë përkujtimore, 5 majin edhe për bijat e saj të rënë për liri, mësuam të quajmë dita e dëshmorëve të kombit. Pas së shpalljes së pavarësisë më 1912 e deri më 1945, shteti shqiptar nuk krijoi një status ligjor për dëshmorët e atheut. Gjatë luftës nacionale çlirimtare nisën përpjekjet e para për të ndëruar dëshmorët e rënë në fushat e betejave. Lidhur me këtë datë, flet kryetari OVL-s së Deka në Prizren për televizionin Besa, Isa Berisha, i cili kërkon nga institucionet e Republikës së Kosovës që kjo datë zyrtarizohet si një datë e dëshmorëve të kombit, sepse ne ende nuk kemi një datë zyrtarizuar për dëshmorët e rënë për liri, tha ai. Ne sot ishim për homazhe në varrezat e dëshmorëve, por ishim në nderim të dëshmorit Pal Paluca, prandaj ne në të ardhmen besojmë se kjo datë do të jetë dita e të gjithë dëshmorëve të atheut të rënë për liri. 5 maj është dita e dëshmorëve të kombit, do të thotë përfshin gjithë dëshmorët të cilët kanë rënë në periudha të ndryshme për liri dhe pavarësi. Këtu përfshihen edhe dëshmorët të cilët kanë rënë në luftën antifashiste, domethënë edhe dëshmorët të cilët kanë rënë edhe në luftën e fundit në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, por ashtu edhe në Preshevë, edhe në Maqedoni. Po një vërejtje ose një sugjerim është që kjo ditë, siç dihet, nuk festohet ashtu siç e meriton. Duke ditur që kjo ditë veç festohet, është ditë feste veç në Shqipëri. Do të thotë kjo mbasi është shpallur si ditë e dëshmorëve të kombit, atëherë duhet festohet në gjitha trevat shqiptare ku graviton, domethënë populli shqiptar. Por ndryshe ne edhe pse domethënë nuk kemi bën ndonjë ftesë zyrtare për të marrë pjesë në homazhe, mirë po sot ka koinciduar edhe me festën tjetër të cilën e kemi bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve, duke ditur se po këtë datë ka rënë edhe dëshmori Pal Paluca. Kështu që në të ardhmen mbetet institucioneve qendrore që seriozisht të mirën me këto data që të festohen dhe të kremtohen dhe të jetë ditë kremte, duke ditur që për dëshmorët janë fijuar për të jetuar dhe për të festuar lishëm. Shpresohet se në vitin që vijë ta kemi 5 majin si dita e dëshmorëve të kombit në Kosovë dhe kudo që ka shqiptar. Po shpresoj dhe besoj që duhet të bëhet. Ndoshta do të bëhet vitin e ardhshëm, duke ditur që kjo datë veç festohet shumë vite me radhë dhe ende nuk ka ndim zyrtar që të jetë ditë festive. Duke ditur që në Kosovë ende nuk kemi festë zyrtare ku kremtohen gjithë dëshmorët e luftës çlirimtare apo luftës antifashiste të cilët kanë rënë dëshmor. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.